Akademia Dukagjini, qendra e ekselencës për zhvillimin profesional të punonjësve arsimor. Kjo akademi do të ofrojë hapësira të dedikuara për nxënës, mësimdhënës dhe drejtues institucionesh arsimore, duke u shndruar në një pikë takim për ide të reja, trajnime cilësore dhe shkëmbim përvojash profesionale. Programet e saj do të fokusohen veçanërisht në aftësimin pedagogjik dhe ngritjen e kapaciteteve të mësimdhënësve, me synimin për të përgatitur profesionistë të aftë të përballen me sfidat bashkëkohore të sistemit arsimor. Për më shumë, ndjekim deklaratet e disa nga të pranishmeve në sallë. Akademia Dukagjini ka ardhur me idenë, me vizionin, misionin e saj për zhvillimin arsimit në përgjithësi për të gjitha nivelet. Është një organizatë profesionale, jo fitimpruse, jo qeveritare. Po, kjo do të jetë e përveçme, ky projekt praktikat suksesshme të mësimdhënies dhe të nxënit. Do të jetë i përveçëm, po kemi plot projekte tjera që do të vazhdojnë vitin e ardhshëm. Kjo është një nismë që ka synim të fuqizojë mësimdhënësit. Ata kanë rezultate në punën e tyre, kanë praktika të suksesshme, por nuk i bëjnë publike, nuk i bëjnë të ditura dhe marrin pjesë vetëm në trajnime që u ofrojnë të tjerëve. Tani kjo nismë fillon nga poshtë, që pjesëmarrësit vetë do të prezantojnë përpara kolegëve praktikat e tyre më të mira, përmes një procesi përzgjedhës, dhe në këtë mënyrë ne fuqizojmë edhe mësimdhënësit dhe ata i përhapin këto dhe praktikash në Kosovë. Pra është ajo që ne së bashku bëjmë edhe më shumë, duke masivizuar shumë mësimdhënës në ekspozimin e këtyre praktikave të suksesshme, ne ndikojmë në rritjen e cilësisë së arsimit në Kosovë. Më vjen shumë mirë që shtëpia botuese e Dukagjinit, tek e cila jam bashkëpunëtore profesionale dhe jam autore e 3 librave të mësuesit në bashkëpunim me profesor Bardhyllin, dhe kjo është një sfidë dhe një provojë shumë pozitive e cila do të ndikojë shumë pozitivisht tek të gjithë këta mësimdhënës pjesëmarrës në ditën e sotme.